Selamu alaikum, a ka gjuna ai i cili mishin e kurbanit e ndal për veti dhe nuk e shpërndan në pjesë fukarave? Këtu nuk e ka cekë se për të farë kurbanin, mirë, por nëse ka mundësi përgjigjen të jepni për të lloj kurbani sa për të gjitha llojet. Nuk ka gjuna, se do të thonë niyetin e ka çuar në vend. Do të thonë qëllimi jo me derë xhak për hir të Allahut. E pastaj ndarja e mishit është mirë me ndonë në 3 kategori, e përmendë, do të thonë një kategori fukarave, një kategori shokëve, qofshin pasunik apo fukara, dashamirëve dhe një pjesë e mban për vete. Mirë po edhe krejt kurbanin me marr për vete nuk prish puna, ama te ne më njëherë kanë më anis. Në qoftë se nuk e shpërndon mishin, i shtit tjerë me bon gibet, i shtin gjuna. Por shembull un kam njerëz që presin lope, deve, dele dhe në qoftë se i ka 100 kg, 95 kg te ne i thonë në xhep, në dubok i frigider, edhe 5 kg fukarave, ka 100 gram. Ja, kjo nuk është punë e mirë, kupton se unë kur dëgjoj që shoku im ka prej kurban, unë pres se ka më prunja 5 kg mish e dimrin ta kaloj inshallah. A është haram? Nuk është haram me ndal mishin, mirë po, nuk është punë lavdëruar, nuk është punë e mirë.